Kompleksi i mamas negative është nana e gjitha komplekseve në psikologjinë jungiane. Quhet ndryshe edhe arketipi i mamas glabruese. Dhe ka një arsye të fortë pse quhet ashtu, sepse mamaja negative ja përthith djalit të gjithë energjinë e jetës. Ajo i shkakton djalit një tredhje jo vetëm biologjike, por edhe psikologjike shpirtërore, ndërsa te vajza instalon thellë në instinkt një frikë të përjetshme nga braktisja, një gjendje hipervigjilence e vazhdueshme se mos braktiset. Përpara se të futemi në ujëra më të thella, të kam bërgj dy gjëra. Që shpjegoj se çfarë është kompleksi i mamas negative, si fillim duhet të bëhet të qartë se çfarë është një arketip, çfarë nuk kuptojmë realisht me fjalën arketip në psikologjinë jungiane. Kjo është kritike. Dhe e dyta, çfarë është një kompleks? Çfarë do të thotë të kesh një kompleks? Dhe pastaj jemi gati për të kuptuar kompleksin e mamas negative. Gati? Fillojmë. Personi që do të na vinë në ndihmë për të kuptuar arketipet është psikiatri britanik i famshëm Anthony Stevens. Si kuptoi Stevens arketipet? Ishte viti 1966, Stevens shkoi në Greqi, Athinë për të studiuar fëmijët, dhe vendi ku do të punonte quhej Metera Babies Center, që ishte një qendër ku fëmijëve të padëshiruar dhe të braktisur u ofrohej ajo që e thot vetë emri i kësaj qendre, Metera, mama, kujdesi amnor pra. Nuk vonoi shumë dhe Stevens vuri re diçka të çuditshme në sjelljen e atyre fëmijëve. Çdo pavion kishte 12 fëmijë dhe secilit prej tyre në harkun e një dite i qellonte që të kujdeseshin për të me rotacion sipas turnit 4 apo 5 mami të ndryshme. Dhe sjellja e çuditshme që Stevens vuri re ishte se edhe pse 4 apo 5 mami të ndryshme përkujdeseshin barabartë dhe njëkohësisht me të njëjtin përkushtim çdo ditë për secilin fëmijë, ajo që ndodhte ishte se fëmia vetëm me njërin prej mamive, vetëm me njërin prej tyre pra, formonte lidhje të fortë dhe e trajtonte si nën. Imagjino tani një foshnjë të sapo lindur në një spital ku ka 5 mamije të ndryshme që punojnë me të në rotacion, secila prej tyre e ushqen, ja ndryshon pelenat e mban kurqan, të 5 infermierët e sigurojnë kujdes fizik adekuat, nevojat e foshnjës plotësohen të gjitha, dhe ajo çfarë është e habitshme është se foshnja nuk lidhet njësoj me të 5 infermierët, pavarësisht për kujdesit së barabartë të tyre. Edhe pse mori kujdes nga gjitha, bebi krijon një lidhje të thellë vetëm me njërin prej tyre. Si është e mundur kjo? Të 5 apo i ofrojnë ushqim dhe kujdes pra. Pse sistemi i lidhjes së foshnjës aktivizohet vetëm me një person specifik? Sepse ne nuk vim në këtë botë me parametra zero, bosh, me trurin që ja nis nga zeroja, pjata bosh. Ne vim në këtë botë me një sër pritshmërish të lindura. Kjo është ajo që Anthony Stevens kuptoi. Fëmijët nuk po mësonin të lidheshin, ata po aktivizonin diçka që tashmë e kishin në trurin e tyre, në instinkt. Ashtu siç ti e blen kompjuterin me disa programe të instaluar në të, edhe ne vim në këtë botë me disa instinkte të instaluara prej mira vitesh përpara. Foshnja vjen në këtë botë me një shabllon tashmë të instaluar, arketipin e mamas, the mother archetype, i cili përbëhet nga një grup pritshmërish. Do të ushqem kur kam uri, do të mbahem kur jam i shqetësuar, do të qetësohem kur qaj, dikush do të përgjigjet ndaj nevojave të mia. Foshnja nuk ka nevojë të mësoj se i duhet kujdesi i mamas. Ajo lind duke e pritur këtë. Nuk është se foshnja vjen në këtë jetë dhe thot, ok shok, unë linda tashi dhe po shoh se të tjerët po i trajtoni shumë mirë, mendoj se është gjë e mirë edhe për mua. Jo. S'ka nevojë as të kopjoj të tjerët, as të mësoj se çfarë i duhet, sepse e ka të instaluar këtë pritshmëri në instinkt, në gjenezë, në tru. As mamat nuk ka nevojë të shkojnë në për trajnime për të mësuar ta duan fëmijën e sapo lindur. Ke dëgjuar ndonjëherë të shiten kurse online të duash foshnjën e sapo lindur? Jo, sepse ajo është një njohuri aty gati, instinktive. Nuk ka nevojë ta mësosh. Nënat dhe foshnjat nuk e kanë të nevojshme të mësojnë ta duan njëri tjetrin, janë të programuara që në lindje ta bëjnë këtë. Këto pritshmëri, ky shabllon është arketipi. Dhe ky arketip kërkon të lidhet, nuk është i kënaqur thjesht me plotësimin e nevojave nga një rotacion kujdestaresh. Ai ka nevojë të gjejë një person
Për të lidhur, për të bashkuar, për ta përjetuar si nën. Arketipi ofron gatishmërinë, pra për të lidhur, mjedisi ofron personin dhe kështu formojnë një lidhje të thellë, specifike. Nëpërmjet mamas, fëmia farkëton një prej aftësive më bazike që do t'i duhen për jetën në tokë, aftësia për të lidhur, gatishmëria për të lidhur, the relating function. Dhe pikërisht kjo është ajo që cënohet, siç do të shohim në vijim, kur kemi një mother complex. Aftësia dhe gatishmëria e personit për të lidhur qartet, dëmtohet aftësia për të lidhur me subconscious e tij, me gratë në jetën e tij, me dashurën, gruan, vajzën, të panjohurën. Për shembull, një burr që ka një marrëdhënie shumë agresive, kontrolluese me subconscious e tij, që përpiqet ta shtyp sikur të ishte një bish, do të bëjë të njëjtën gjë me gruan e tij, pastaj me vajzën e tij e kështu me radhë. Stevens u lumturua shumë për zbulimin e tij të pazakont. Sigurisht që kjo do t'i jepte një trofe të madh në profesionin e tij, një mirënjohje mbar botërore. Dhe përpara se të hidhte këtë gjetje në letër, filloi të bënte kërkime shkencore nëse dikush përpara tij kishte gjetur tashmë diçka të ngjashme. Dhe për çudinë e tij më të madhe, ai zbuloi se idetë e tij nuk ishin as pak të reja. Një burr nga Zvicra e kishte paraprirë atë me 80 vite dhe emri i këtij burri ishte Carl Gustav Jung, me arketipet e nënvetdijes. Megjithatë, puna e Anthony Stevens mori një respekt dhe mirënjohje të gjerë sepse deri në atë kohë psikologët, biologët dhe studiuesit tjerë me radhë po abuzonin me teorinë e Jungut. Stevens nuk u zgënjye, përkundrazi. Tani ai kishte diçka që Jungut i kishte munguar, prova biologjike. Aftësia Stevens ishte se ai vërtetoi përtej çdo dyshimi se arketipet nuk janë koncepte mistike, simbole kulturore apo ide abstrakte. Arketipet janë entitete biologjike, siç gjymtyret. Biologjia është baza e jetës, mos krijoni dyshime për këtë kurrë. Psikologjia është vetëm një zgjatim që vjen prej saj. Arketipi është një strukturë ngulitur në sistemin tënd nervor përpara se sa ti ta kesh parë botën ndonjëherë. Është një shabllon, një pritshmëri e programuar përpara se të lindje, ose për ta thënë me fjalët e Jungut, arketipet janë autoportrete të instinkteve. Por mbetet një pyetje ama, si ndodh kjo lidhje? Çfarë procesi bën që arketipi të fiksohet pas një personi specifik? Për ta kuptuar këtë, na duhet që të shkojmë në Austrinë e viteve 30 dhe të takojmë një zoolog të quajtur Konrad Lorenz. Lorenz aso kohë po studionte patën e egër dhe një ditë vendosi që të bënte një eksperiment të thjeshtë. Çfarë do të ndodhte nëse ai vetë do të ishte gjëja e parë që zogjtë e sapo çelur do të shihnin kur dilnin nga veza, kur çanin vezën. Në natyrë normalisht zogu del nga veza, gjëja e parë që sheh është nëna pat, një objekt i madh në lëvizje që bën zhurmë dhe menjëherë zogu fillon ta ndjek. Por në eksperimentin e Lorenz, ai ishte aty, jo pata. Në momentin e çeljes, një njeri, pra një shkencëtar austriak me mjekër, dhe ja çfarë ndodhi. Zogjtë e trajtuan Lorenzin sikur të ishte nëna e tyre. E ndiqnin kudo. Kur ai ulej, ata mblidheshin rreth tij. Kur ai ecte, ato vraponin pas tij. Kur ai ndalej, ato ndalonin. Ishin plotësisht të bindura që ky burr me mjekër ishte mamaja e tyre. Lorenz e quajti këtë proces imprinting, një lloj vule ose shtampe e përjetshme në sistemin nervor të kafshës. Dhe kjo është pika kritike tani. Lorenz nuk i mësoi zogjt ta ndiqin, ai nuk i trajnoi ato, nuk i shpërbleu me ushqim, ata lindën të gatshëm për ta ndjekur, arritën në botë me një arketip, një shabllon biologjik që thoshte gjej një objekt të madh në lëvizje dhe lidhu me të. Ajo është mamaja jote, ndiqe kudo. Arketipi siguroi strukturën, gatishmërinë për të lidhur. Mjedisi siguroi përmbajtjen, Konrad Lorenz, në vend të nënës së tyre. Dhe shisa interesante bëhet tani. Lorenz zbuloi se kjo lidhje ndodhte brenda një periudhe kohore kritike. Nëse zogu nuk shihte asnjë objekt të madh në lëvizje gjatë 12-16 orëve të para pas lindjes, dritarja mbyllej. Arketipi humbiste shansin për të lidhur. Zogu do të mbetej i çorientuar, i paaft për të lidhur normalisht me askën tjetër. Dhe njëherë që shtampimi ndodhte, ishte i përhershëm. Zogjt që u lidhen me Lorenz nuk mund të rilidheshin prap sërish me patën e vërtetë më vonë. Nuk ekziston një shans i dytë për imprinting.
ata kishin vullosur në imazhin e Lawrence në sistemin e tyre nervor. Kjo është fuqia dhe rreziku i arketipit. Ai kërkon të plotësohet, por nuk ka një inteligjencë kritike. Arketipi nuk është se pyet, a është ky person i mirë për mua? Ai thjesht thot, ke ardhur në kohën e duhur, në vendin e duhur. Ti je ajo që po kërkoja. Ja pse dy persona kur janë të dashuruar thellësisht me njëri tjetrin përdorin frazat e tipit kam 1 milion vite që të pres, ku ke qenë, ku ishe fshehur gjithë të kohë. Pse i thon këto? Sepse janë të vërteta. Arketipi ka vërtet 1 milion vite që bartet ndër brezni. Dhe pasi ajo lidhje është bërë, pasi shtampimi ka ndodhur, ai model bartet përpara. Ai bëhet filtri nëpërmjet të cilit ti shikon gjithë botën. Imagjino tani një fëmijë 4 vjeç që qan në kuzhinë. Mamaja vjen, por në vend që ta ngushëllojë, ajo shpërthen në nerva, pse je kaq ngardhalaq, pse gjithmonë ke nevojë për mua. Fëmia pushon së qari, jo sepse ndihet mirë, por sepse ka mësuar që dhimbja e tij irriton nënën. Ai sapo vulosi një mësim. Nevojat e mia janë një barr, emocionet e mia janë të rrezikshme. Kjo është shtampa e nënës negative. Okej? Tashi, nëse edhe pas kësaj që thash akoma nuk e ke të qartë arketipin, atëherë ti s'un bëhesh shok me ne. Tashi që krijuam një ide të mirë se çfarë janë arketipet, besoj është bërë i qartë fakti se gjithë ne, pa përjashtim gjithë ne, kemi 2 nëna. Është ajo nëna arketipale, ajo e pritshmërive të lindura që sjellim në këtë botë, është edhe nëna biologjike, ajo që ofron përkujdesjen aktuale për ne. Dhe tani vjen pjesa më e bukur. Nga takimi i këtyre dyjave, asnjëherë nuk mund të ketë përputhje perfekte. Gjithmonë do të ketë mospërputhje midis tyre. Është pa mundur të jesh nën perfekte, sepse gjithmonë do të ketë mospërputhje midis nënës biologjike dhe nënës arketipale. Dhe këto mospërputhje në psikologjinë jungiane quhen komplekse. Psikologjia jungiane shpesh quhet edhe psikologjia komplekseve pikërisht për këtë arsye. Maksimumi që mund të kemi është ajo që quhet, që psikologu amerikan Winnicott e quajti the good enough mother, mamaja e mirë mjaftueshëm, jo perfekte, por mjaftueshëm e mirë. Nuk mund të jesh perfekte. Mjaftueshëm e sintonizuar, mjaftueshëm e pranishme, mjaftueshëm e dashur. Kur mamaja nuk është e mirë mjaftueshëm, kemi kompleksin e mamas negative. Ndërsa kur mamaja është më mirë se ç'duhet, krijon gjithashtu probleme të mëdha. Dhe ky është kompleksi i mamas pozitive që do ta shohim në videon e radhës. Çdo arketip në psikologjinë jungiane ka 2 pole, pozitiv dhe negativ. Fëmia paralajmërohet për këtë, në ëndrat me dragoj, përbindshëm me 4 koka, krijesat e tjera që kanë shekuj që u aprishin gjumin fëmijëve nga 4 cepat e botës. Dhe nëna jote biologjike është faktori përcaktues cili polaritet i arketipit të mamas do të konstelohet në ty. The terrible mother, mamaja e tmerrshme, apo the good mother, mamaja e mirë. Tashi le të kthehena me këmbë në tokë dhe të flasim për gjëra konkrete. Ti linde pra me një arketip nëne, një pritshmëri biologjike për kujdes, mbrojtje, ushqim, sintonizim emocional. Kjo nuk është diçka që e mësove, por është diçka që erdhe me të, e gdhendur në sistemin tënd nervor nga miliona vite. Në një situatë të shëndetshme, nëna jote aktuale ose kujdestarja kryesore i plotson këto pritshmëri. Ajo të ushqen kur ke uri, të ngushëllon kur ke frikë, sintonizohet me gjendjet tuaja emocionale. Arketipi pra gjen përputhje në realitet. Por tani çfarë ndodh kur këto pritshmëri nuk plotësohen sistematikisht? Apo më keq, çfarë ndodh kur ato tradhtohen fare? Çfarë ndodh kur personi që supozohet të të ofrojë siguri bëhet burim frike? Kur personi që supozohet të sintonizohet me nevojat e tua i injoron ose tallet me to? Kur personi që supozohet të ushqejë fizikisht ose emocionalisht të lë të uritur? Këtu hym në territorin e arketipit të nënës negative. Dhe ja çfarë duhet kuptosh. Nuk po flasim thjesht për prindërim të keq ose fëmijëri të vështira, po flasim për atë që ndodh në një nivel biologjik ku pritshmëritë e thella arketipale tradhtohen. Kur imprinti shkon keq pra, njësoj si me patat e Lorencit, kur arketipi lidhet me diçka toksike dhe e mban atë model përpara për gjithë jetën tënde, bëhet filtri se si ti shikon botën. Kjo është ajo që do të eksplorojmë në vazhdim. Tani le të hyjmë në ujëra pak më të thella, sepse kur
ishe fëmijë, ti nuk e përjetove nënën tënde si narcize ose me çrregullim atashimi, ti nuk mendoje, mamaja ime ka një çrregullim kufitar personaliteti. Jo, ti përjetove energjinë e saj, dhe ajo energji mund të ndahet në 3 dimensione që fëmia i ndjen. Dimensioni i parë është temperatura, sa e ngrohtë ishte ajo, sa e ftohtë. Ishte ajo ngrohtë plot dashuri, përqafime, një prani që të bënte të ndihesh i sigurt, apo ajo ishte zjarr, tym, shpërthim, zemrim, tërbim vulkanik që të bënte të ndihesh gjithnjë në rrezik. Apo ajo ishte e ftohtë, e largët, e ftohtë siguri, sikur po jetoje me një fantazm, apo ndoshta ishte akull, jo vetëm e ftohtë, por aktivisht refuzuese, akullnaj e pagjindshme. Dimensioni i dytë është afërsia, sa e pranishme ishte ajo, sa larg. Ishte ajo shumë afër, duke hapur derën çdo 5 minuta, gjithmonë duke bërë pyetje, një prind helikopter që të vëzhgonte nga sipër çdo gjë, duke mos lënë hapësirë as për të marrë frym, ku ti s'kishe asgjë private tënde. Apo ajo ishte larg, në dhomën tjetër, në botën e saj e pakapshme, e paarritshme, dikush që nuk mund ta kishe sa herë ti kishe nevojë për të. Dhe dimensioni i tretë është intensiteti, sa energji kishte ajo. Ishte ajo shumë intensive, mbytëse, konsumuese, një prani që të zinte gjithë ajrin në dhomë, apo ajo ishte shumë pak, rrallë aty, një prani rrallë për mall, diçka që mezi ekzistonte. Dhe ja ku bëhet interesante gjëja, sepse këto 3 dimensione bashkohen si ato pigmentet e bojës për të krijuar ngjyrën për vojën tënde unike. Kështu që ti, për shkak të këtyre 3 dimensioneve, mund të kesh njërin prej këtyre nënave: nënën munguese, nënën shpërfillse, nënën sulmuese dhe nënën glabruese. Pra, kur përpiqesh të kuptosh kompleksin e mamas negative, mos pyet vetëm çfarë bëri ajo, por pyet si ndiesha unë pranë saj, sepse ajo mbetet në sistemin tënd nervor, nuk janë faktet, janë ndjenjat. Nuk është se ajo më bërtiste 48 herë kur isha 8 vjeç. Është unë ndiesha i pasigurt, e kisha gjoksin pesh, gjithmonë prisja shpërthimin tjetër. Kjo është ajo që bartet në moshë të rritur. Kur flasim për kompleksin e mamas negative, nuk po flasim për një gjë të vetme, po flasim për 4 fytyra pra të ndryshme të së njëjtës plag: mamaja munguese, mamaja shpërfillse, mamaja sulmuese dhe mamaja glabëruese. Dhe secila prej tyre lë një shenjë të pashlyeshme në shpirtin e fëmijës. Dhe tani le t'i shohim secilën me radhë, një nga një. Mamaja munguese është ajo që psikologjikisht dhe fizikisht tërhiqet. Ndoshta vuan nga depresioni apo diçka tjetër, ndoshta ka migren kronike, ndoshta thjesht tërhiqet në dhomën e saj dhe mbyll derën. Fëmia, mbase që kur ka qenë një bebush, përpiqet të afrohet të nëna. Ka nevojat e tij, dëshirat e tij, por dera mbyllet, butësisht nëna largohet. Dhe çfarë bën fëmia? Ai mbështetet në burimet e veta, sigurisht. Fillon të luajë vetëm, fillon të flasë me vete, zhvillon një botë të tërë, të mbyllur brenda në kokën e tij, një botë që e mbart deri në moshë të rritur. Psikologët e quajnë këtë kompensim skizoid, një tërheqje e tëra në një botë të brendshme. Dhe ja problemi tani. Kur ky fëmijë të rritet, marrëdhëniet me të rriturit bëhen misterioze, gjenerojnë ankth. Ndonjëherë ai nuk fillon fare lidhje romantike, sepse i duket e panevojshme, e largët, diçka misterioze që nuk e kupton. Ndonjëherë cikli i qetësimit vetes shfaqet si masturbim kompulsiv ose si marrëdhënie problematike me ushqimin. Dhe ka këtë barrierën e ankthit, pra, thjesht ideja e kërkimit të ndihmës nga një person tjetër ndihet e frikshme, sepse ajo që mësoi fëmia ishte, nuk mund t'ja besoj nevojat e mia askujt, duhet t'i menaxhoj vetë. Pra, plaga e mamas munguese nuk është ajo që ndodhi me ty, është ajo që nuk ndodhi me ty që duhet të kishte ndodhur. Mamaja shpërfillse është pak ndryshe nga mamaja munguese, sepse mamaja shpërfillse është aty, por nevojat e fëmijës nuk plotësohen sistematikisht. Ndoshta ajo është e zënë me një foshqe të re, me një vlla, me një motër më të vogël, me një punë të largët apo me diçka shumë impenjative. Kështu çfarë bën fëmia? Ai bëhet i uritur, i ankthshëm, fillon të investohet më shumë emocionalisht,
që t'i amplifikoj sinjalet për t'i plotësuar kërkesat e tij, që të marrë përkujdesje nga nëna, bërtet qanë zemrohet, dhe kjo nuk pushon as kur të rritet. Në moshë të rritur ai vazhdon ta kërkojë nënën e tij kudo, te shoqënia, tek e dashura, te institucionet. Disa njerëz shkojnë në ushtri sepse ushtria është aq mbikujdesëse, të gjitha nevojat e tua plotësohen nga institucioni. Ose partia, termi nëna parti nuk ka dalë nga asgjëja, të njëjtën gjë që Lorenci bëri me patat, bëri komunizmi me njerëzit. Disa bëhen profesor universitar, alma mater, nëna ushqyese. Një herë kam taku një profesor mbas dite vonë te korridori i fakultetit ku ishin ato makinetat e kafes, i cili ishte i veshur me pijama dhe më tha se flinte të zyra ati në universitet. Disa marrin një punë të re dhe fillojnë të thithin gjirën e shefit për ngushëllim, për ndihmë, për vëmendje, sepse brenda tyre vazhdon kjo uri e vjetër, më shih, më dëgjo, më jep atë që nuk më dha ajo. Mamaja sulmuese është një konstelacion shumë i errët. Imagjinon një nënë të re, të pas provuar, një fëmijë ka ardhur në jetë dhe ajo nuk kishte ide se sa shumë nevojë do të ketë fëmia për të, sa pa ndërprerje do të jenë qarjet, sa shumë do të kërkojë fëmia prej saj, 24 orë në ditë për kujdesje, dhe ajo fillon të ndihet sikur fëmia po e gëlltit. Kështu që ajo e sulmon verbalisht, fizikisht, ose thjesht rrin në një gjendje armiqësie konstante. Pse je kaq i dobët, pse gjithmonë ke nevojë për mua, çfarë ke tani, çfarë ke më vonë, dhe fëmia mbetet në një terren të mesëm, sepse ajo pjesë primare e trupit, ajo inteligjencë miliona viteve, vazhdon të flas, vazhdon të ketë nevojë, por perceptimi i botës tani shtrembrohet, sepse kërkesat nuk plotësohen, bota është e rrezikshme, të kesh nevoja bëhet e pasigurt, dhe kjo krijon një botë të brendshme, gjithashtu të pasigurt te fëmia. Personi fillon të sulmoj veten, dëgjon një zë brutal, kritik, mizor brenda kokës tij, që nuk pushon kurrë, që në të vërtetë është brendësim i mamas. Je dështak, je i vobek, nuk je i mjaftueshëm, nuk je i mirë. Ata e distancojnë veten edhe nga nevojat e tyre. Jam mirë, nuk më duhet, nuk e dua pushimin e drekës. Jam mirë të punoj deri vonë, s'ka problem. Dhe ndonjëherë sabotojnë veten në forma tjera, hanë shumë, pinë shumë, dëmtojnë trupin e tyre, sepse kjo është mënyra vetme që ata njohin se si të vetë trajtohen, se si të vetë shërohen, se si ta qetësojnë veten. Djali i mamas sulmuese ka frikë të flas vajzave. Pse? Sepse ai imagjinon se nëse thot diçka që asaj mund të mos i pëlqej, ajo do reagojë tmerrsisht keq. Po nga vjen kjo frikë? Ku ka rënjën kjo imagjinat? Pse ai prezumon se ajo do reagojë keq? Nga nëna e tij, sepse kur ai thoshte diçka që nuk dinte si do të pritej, nëna reagonte ashtu, me agresivitet, me sulm. Kështu që djali projekton reagimin e nënës te vajza që dëshiron t'i flas pa shkuar t'i flas akoma. Dhe për ta zgjidhur këtë situatë çfarë bën ai? Më mirë s'po i flas fare dhe nuk rrezikoj asgjë. Ndërkohë që ajo ndoshta po pret që ti t'i thuash diçka. Por ky nuk është dëmi më i madh që shkakton mamaja sulmuese. Mamaja sulmuese ja shtërron djalit gjithë esencën maskullore, e kastron fizikisht dhe psikologjikisht. Cilën esencë maskullore? Agresionin. Esenca e mashkullit është agresion. Energjia e libidos, dëshira për ta transformuar materien përreth vetes, për ta konfirmuar veten, është zest for life, vullneti për të jetuar pra, për ta përbuzur frikën, për të përballuar çdo lloj rreziku apo sfide që i del përpara, iniciativa, për të qenë i vendosur, i drejt për drejt, për të krijuar, për të punuar, për të vepruar. Por kur mamaja i thot qepe gojen, mos u konflikto me shokët, mos më kthe fjalë mua, kur çdo kryengritje sa do e vogël shtypet pa pikën e mëshirës, esenca maskullore fiket. Agresioni bëhet diçka e papranueshme dhe si i tillë bëhet pjesë e hijes. Dhe ashtu si me çdo gjë tjetër që bëhet pjesë e hijes, mbetet aty e fshehur në formën e vet më primitive. E kur rrethanat e jetës më vonë provokojnë këtë agresionin, ai shpërthen në formën e vet më të egër, dhunë, brutalitet, sepse nuk është rafinuar. Ta ilustroj me një metaforë. Imagjino sikur energjia e libidos është ose agresioni maskullor është si ujë që rrjedh nëpër male, lumenj, përrejn, dhe vjen e mblidhet diku në një kuror midis malesh, një liqen, që të mos shpërthej, që të mos përmbys, ndërtohet një digë e madhe prej betoni. Diga metaforikisht tunën kupton frenimin ton, vetëpërmbajtjen ton, kur e përmbajmë agresionin, e shtypim brenda, pra nuk e lejojmë të dalë.
Mirë po diga nuk na zgjidh punë përfundimisht, sepse nëse niveli i ujit fryhet ndjeshëm dhe me kalimin e kohës ka dy gjëra që mund ndodhin, ose uji kalon sipër digës, ose ushtron shumë presion mbi digën dhe ajo fillon të çahet, kriset. Dhe kjo mund të shkaktojë një shkatrim nervor tërësor të personit. Dhe cila është zgjidhja? Diku poshtë digës gjithmonë ndërtohet një hidrocentral që e lejon ujin, agresionin, energjinë të shfryjë në mënyrë të kontrolluar dhe të shndërrohet në një formë tjetër energjie. Në rastin e ujit energji elektrike, në rastin e njeriut energji kreative. Agresioni është energjia kreative e mashkullit, forca e jetës. Kur një artist ka mlef, ka agresion, nuk shkon të dëgjojë me gur institucionet, por e shndërron agresionin në vepër arti për të shprehur idenë e tij kundër sistemit apo kundër një ideje sociale. Kur një burr krijon, punon, shkruan, ndërton, ai po e shndërron agresionin e tij në diçka konstruktive. Është një libër, nuk e kujtoj autorin, është me titull Creative Aggression. Ja pse shumë krijues, burra, bashkëshort thonë për gruan e tyre, ajo është inspirimi im, ajo është muza ime, sepse muza e ka ndihmuar ta nxjerrë agresionin, ta shpreh në formë kreative, konstruktive, jo ta shkarkojë atë kot me dhunë, me vandalitet. Produkti final i mamas sulmuese cili është pra? Ose një djalë që bëhet njësoj si ajo, sulmues, ose e kundërta, një person me agresivitet pasiv. Ai flet me kunja, fyen me dredhi, komenton negativisht çfarëdo që sheh me profile anonime ose pa anonime, e ka agresionin pra, por e fsheh, ka frikë ta shpreh, e fsheh, sepse është në hije, nuk ja mban dhe e shpreh atë në formë pasiv-agresive. Dhe fjala pasiv-agresiv është një term, miqtë e mi, për urrëtitjen. Pra këtu kemi një person që s'ka vullnet për të bërë asgjë me jetën e tij, por që ka një urrëtie të pafundme për ta shpërndar me këdo dhe kudo. Ky është një person që vërtet ka shumë nevojë për ndihmë. Ka burra që e kanë zbuluar agresionin në esencën e tyre mashkullore në moshën 65 vjeçare. Në javët që vijnë kam ideuar dhe po merrem me një program të titulluar Suprem, që është ekskluzivisht për djemë dhe burra që duan të punojnë me këtë skalitjen e tipareve maskuline. Dhe më në fund kemi maman glabruese, ajo që jep emrin këtij arketipi, që është ajo mamaja narcize, ekstraverte, plot kërkesa, ajo merr të gjitha vendimet, prek fëmijën vazhdimisht, e tërheq pa pushim në orbitën e saj. Çdo mendim i tij është zgjatim i mendimeve të saj. Djali nuk riskon fare në asgjë, është alergjik ndaj çdo lloji iniciative, sado i vogël të jetë risku. Fëmia nuk ka një hapësirë të tillë ku të marrë frym, ku ka privatësinë e tij, nuk ka vend ku të jetë i tij pra privat. Në disa raste fëmia zhvillon interes për gjëra abstrakte, filozofi, metafizik, si formë ikjeje në diçka ku ema nuk e merr vesh, që ai të ndihet në një zonë ku ajo nuk ja merr dot. Dhe diçka brenda fëmijës fillon të plekset, një rezistencë e ashpër kundër çdo mbytjeje kur të rritet. Në moshë të rritur, kjo shfaqet si një luftë kundër çdo ndërhyrjeje në jetën e tij. Dikush bën një interpretim ndryshe të idesë së tyre në një dialog, dhe shpërthimi është i egër i papritur. Si guxon të ndërhysh në argumentin tim, kush je ti që më kundërshton mua? Rrufe e hapur pra në qiell të hapur. Ata nuk e dinë se është një kompleks. Ata në të vërtetë mendojnë se ti je bërë një krijesë glabruese, siç ishte ajo dikur, sepse imprinti i tyre është ky. Çdo përpjekje për ndihmë ose korrigjim është mbytje e maskuar. Çdo afërsi është humbje identiteti. Që kjo është edhe zanafilla e atashimit shmangës në të tjera. Kështu që ata luftojnë, ose i largojnë, ose i mbajnë njerëzit në një distancë të sigurt. Jo sepse nuk kanë nevojë për dashuri, por sepse dashuria ndihet si mbytje. Mamaja mund të bëhet mbytse edhe pa dashur, pa dëshirën e saj. Ajo niset për mirë, të jap sa më shumë, të jetë sa më përkujdesëse, dhe rezultati është diçka tjetër, diçka e pa dëshiruar. Për shembull, e imja nuk është se vinte të më përqafonte, të më ishte gjithnjë pranë, apo të mos më linte në hapësirën private. Jo, unë i kisha këto, por ajo gatuan të ushqime shumë të shijshme për mua, prapë i gatuan, sepse kjo ishte mënyra e saj për të shprehur dashurinë nëpërmjet ushqimit. Dhe tani unë duhet të tregoj shumë i vëmendshëm, sepse sa herë kam një konflikt të brendshëm, një ide kreative që më kërkon energji kognitive, apo një stres çfarëdo, shtysa e parë që më vjen çdo 60 minuta është dua ta qetësoj veten përmes ushqimit, të ha diçka. Kjo është një gjurmë e hershme pra, dashuri
e koduar si ushqim, por pastaj kemi mama që janë qëllimisht glabruese. Ata duan ta mbajnë djalin për vete, nuk pranojnë që djali i tyre të ketë një grua tjetër në qendër të vëmendjes tij. Ajo e lejon djalit të ketë marrëdhënie afatshkurtra me vajza të ndryshme, por sapo gjëja fillon të bëhet serioze, ajo ja prish lidhjen. Një zonjë po më thoshte një herë në telefon që vjerra vinte dhe na hynte në shtrat, ndërsa unë isha me burrin në të njëjtin shtrat bashkëshortor. Marie-Louise von Franz tregon historinë e një gruaje që është llahtarshëm fare. Një grua në Zurich kishte pasur një djalë shumë të pashëm, i cili kalonte në eksperienca të ndryshme me vajza të ndryshme, por asnjëherë nuk e thellonte lidhjen me asnjërin. Një ditë ai vdiqi në një aksident me motor dhe kur von Franz shkoi për ngushëllime te shtëpia e zonjës disa javë më pas, ama kishte zbukuruar dhomën e djalit me lule me foto për kujtimi dhe në bisedë sipër, ama i kishte thënë von Franzit për djalin e saj, më mirë i vdekur se sa të shoqërohet me ato kuçka. Von Franz shkruan se nuk kam qenë ndonjëherë në jetën time më e friksuar deri në palc se sa atë ditë përballë asaj gruaje. Të njëjtën gjë mamaja glabruese bën edhe me vajzën. Aja dëshiron ta mbajë vajzën për vete dhe nuk e lëshon. Vajza mund të dashurohet me një djalë dhe të ndihet shumë mirë me të, por mamaja glabruese do ndërhyj duke thënë: "Vajza ime është shumë e vogël për ty", ose "Do ta bëj vajzën të ndihet keq që po e lë maman vetëm", ose do thoj që djali nuk e meriton vajzën time, pra gjithçka për ta mbajtur vajzën. Ose thjesht do ta bëj vajzën të ndihet fajtore për çdo hap që ajo bën drejt pavarësisë së saj. Pra mamaja glabëruese në mito poetik barazohet me Meduzën, ajo krijesa me ato flokët gjarpërin, që të ngrin vetëm me shikimin e saj, dhe ashtu si Meduza, ajo nuk të vret fizikisht, por të kthen në gur, të ngrin në vend, të merr lëvizjen, të merr jetën, dhe kjo është forma më e egër dashurisë që ekziston. Në qendër të kompleksit mamas negative qëndron tradhtia. Tradhtimi atyre pritshmërive arketipale të fëmijës dhe frika e tmerrshme nga çdo lloj forme tradhtie qëndron në rrejnë të kësaj. Arketipet janë filtra të brendshëm, pra nëpërmjet të cilëve ti percepton botën, forma të lindura të intuitës, bëhen filtri nëpër të cilin ti shikon botën dhe veten tënde. Bëhen mënyra se si lidhesh me dashurinë, me punën, me veten, me ëndrat e tua. Bëhen mënyra se si trajton trupin tënd, nevojat tua. Nëse ke pasur një nënë shumë kritike, do ta takosh atë përsëri dhe përsëri. Do të kesh shoqe shumë kritike, pastaj shef shumë kritik, ndoshta vjehër shumë kritike, dhe nuk je i vetëdijshëm apo e vetëdijshme për gjërat që po bën që provokojnë këtë reagim të tjerëve ndaj teje. Është sikur kompleksi po drejton të gjithë shfaqjen prapa kuintave. Dhe ka një mënyrë të çuditshme, gati misterioze, që njerëzit me të njëjtën konstelacion karakteristikash në një farë mënyre e gjejnë rrugën e tyre për tek ti në orbitën tënde. Kompleksi bëhet pak si fati. Dhe tani pyetja që bëjnë gjithë është: a mund të shërohet kjo? Përgjigja më ndershme dhe më e sinqertë: po, absolutisht po. Mund të shërohet. Por duhet kesh parasysh diçka. Nuk është e shpejtë, nuk është e lehtë, dhe nuk shërohet vetëm duke menduar ndryshe. Nuk është se mjafton të lexosh një libër dhe të thuash, ok, tani e kuptoj. Mamaja ime ishte një narcize, problemi zgjidhur, mirupafshim. Apo të bashkohesh me një grup meditimi dhe të bësh, ja. Sepse kujtoje çfarë tham më parë, kompleksi nuk jeton në kokën tënde, vetëm në kokën tënde. Ai jeton në trupin tënd, në sistemin tënd nervor, në instinktet tua. Dëmtimi ndodh në nivelin e ndjenjave, të emocioneve, në nivel biologjik. Dhe prandaj shërimi duhet të shkojë deri atje, jo vetëm në kokë, në trup, në zemër, në ato vende ku mbahet dhimbja. Gjëja e parë që duhet kesh parasysh është se duhet t'i lejosh ndjenjat të vinë, të dalin. Shumica e njerëzve me kompleks të nënës të mamas negative kanë kaluar dekada duke minimizuar dhimbjen e tyre. Nga frika e paragjykimit, shumë njerëz thonë: kam pasur një nëmë të përkryer. Nuk ishte aq keq. Të gjithë kanë probleme me prindërit e tyre, unë jam mirë, unë e kapërceva.
po ti nuk e ka përceve, sepse nëse do ta kisha kapërcyer, nuk do të kisha ardhur deri te kjo minutë e kësaj videoje. Hapi i parë që duhet bësh është të ndalosh së minimizuari. Hapi i dytë është të kuptosh se ti nuk ke pasur vetëm një mama në harkun e jetës tënde, por në një periudhë të jetës ajo mund të ketë qenë munguese, në një periudhë tjetër ajo mund të ketë qenë mama e mirë, mjaftueshëm, në një periudhë tjetër ndodhi diçka në familje dhe ajo u kthye në një mama shpërfillse, pastaj sulmuese, pastaj mbytëse. Pra ti ke pas disa versione të ndryshme të mamas, jo vetëm një. Mund të ndodhë për shembull që 3 vëllezër dhe 2 motra ta përjetojnë kompleksin e mamas në forma që s'kan të ngjashme me njëra tjetrën, sepse është një përputhje pra e arketipit tënd me sjelljen e mamas tënde biologjike. Të lejosh veten të ndjesh se sa keq ishte ajo kohë, në të vërtetë, të lejosh veten të qash për atë që nuk pate, për nënën që nuk ishte aty, për nënën që të sulmoi, për nënën që të mbyti, për nënën që nuk të kuptoi kurrë vërtet. Këto janë ndjenja të vështira, ndjenja që shumica e njerëzve bëjnë gjithçka për t'i shmangur, me pije, me gaming, me substanca, me diskoteka, me bigjoz e tjera. Por deri në kohën kur ti do t'i lejosh ato ndjenja, derisa ti lejosh ato të dalin nga errësira ku i ke mbajtur për vite, ato do të vazhdojnë të ushtrojnë një forcë gravitacionale në jetën tënde. Do të vazhdojnë të tërheqin në të njëjtat modele, në të njëjtat marrëdhënie, në të njëjtën dhimbje, në të njëjtën spirale. Gjëja e dytë që duhet të kesh parasysh është të hysh në marrëdhënie shëruese. Kompleksi i mamas negative mund të shërohet përmes marrëdhënieve. Jo çdo marrëdhënie, por marrëdhënie të sakta, marrëdhënie ku personi tjetër nuk të trajton siç të trajtoi mamaja jote. Kjo mund të jetë një terapiste që të kupton me të vërtetë, dikush që nuk të infantilizon, nuk të trajton si fëmijë, nuk të minimizon, nuk të thot thjesht mendoj gjërat pozitivisht. Dikush që të lejon ta ndjesh zemrimin tënd, që të jesh i mërzitur dhe asgjë nuk ndodh, që nuk të kërkon të kujdesesh për ndjenjat e saj, duke qenë i sjellshëm dhe humorist, ose madje edhe një partnere romantike, dikush që nuk e aktivizon kompleksin tënd, por që të fton të jesh i pranishëm, i vërtet, i tërë, ashtu siç je. Këto marrëdhënie bëjnë diçka magjike. Ato të tregojnë se bota nuk është gjithmonë siç ishte me nënën tënde, që dashuria nuk është gjithmonë mbytje, që kujdesi nuk është gjithmonë i kushtueshëm, që të qenit i kuptuar nuk do të thotë të jesh i sulmuar, por edhe kjo është e rëndësishme, kjo nuk ndodh shpejt, sepse kompleksi do të luftoj mbrapsht. Kur dikush fillon të trajtoj mirë, kompleksi do të thotë, kjo është rrezikshme, mos i beso. Kur dikush fillon ofron dashuri, kompleksi do të thotë, ata duan diçka, kanë interes, tradhtoje. Kur dikush të sheh siç je në të vërtetë, ndihesh shumë i ekspozuar dhe kompleksi të thotë, jo, fshihu, ke nxjerr shumë nga vetja. Ajo ka kuptuar shumë. Dhe do të duhet të praktikosh vetëpërmbajtjen, praktikimi i lejimit të diçkaje të re në jetën tënde që s'ka ndodhur më parë. Dhe kështu vit pas viti, her pas here, derisa modeli i vjetër, kompleksi ta liroj kontrollin. Dhe hapi i tretë është që duhet kesh parasysh se nuk është vetëm në kokë, por edhe në trup. Dhe ja pse zgjat kaq shumë kohë për të shëruar, sepse siç tham fillim është biologjike. Kur ishe fëmijë gjatë asaj periudhe kritike të zhvillimit, nëna jote vullosi një model të sistemin tënd nervor. Ajo të mësoi se si të ndjesh siguri apo rrezik, ajo të mësoi se si të interpretosh afërsinë e tjerëve. A është e sigurt afërsia apo është e rrezikshme afërsia? Ajo të mësoi se si të lidhesh me femrat, me njerëzit, me botën. Dhe ato mësime shkuan thellë deri në ADN-n tënde, në gjenomen tënde, në instinktet tua, the relating function. Prandaj nuk mjafton të thuash do të mendoj ndryshe për nënën time. Kjo nuk funksionon sepse kompleksi nuk është një ide, është një model i koduar biologjikisht. Shërimi duhet të shkojë deri në atë nivel, duhet të prekësh emocionet, jo vetëm të mendosh për ndjenjat, por ti ndjesh realisht, duhet të prekësh trupin, ku mbahet ankthi, ku mbahet zemrimi, ku mbahet trishtimi. Duhet të prekësh instinktet, ato pjesët e vjetra primare të trupit që ende mendojnë se po jeton në atë shtëpi, në atë rrezik. Dhe kur i prek ato, kur vërtet shkon atje, atëherë mund të fillosh të rishkruash kodin, jo përmes fantazisë, jo përmes fëmijës së brendshëm imagjinar, por përmes përvojës së jetuar, të ndjeshme, trupore, që thot,
jam këtu, jam tani, jam i sigurt, asgjë e keqe s'po ndodh. Dhe gjëja e katërt është duhet kohë, shumë kohë. E çfarë duhet dish? Duhet dish se kjo nuk shërohet në një vit, ndoshta as në 5. Veçanërisht nëse dëmtimi ka qenë i thellë, nëse ishte i hershëm, nëse ndodhi gjatë asaj periudhës kritike të imprintimit. Por edhe kjo është okay, sepse nuk po përpiqesh ta zgjidhësh problemin, po përpiqesh të jesh më i madh se problemi. Imagjino një pemë të re që ka një plagë të madhe nga një sëpat në trup. Për pemën e re, ajo plagë është gjithçka, është shkatruese. Por nëse ajo pemë vazhdon të rritet vit pas viti, dekadë pas dekade, ajo plagë bëhet më e vogël në krahasim me madhësinë e pemës. Pema nuk e shëron plagën, ajo u rrit më e madhe se plaga. Kjo është ajo që po bën ti. Po rrit pjesë të reja të vetes, pjesë që nuk u dëmtuan, pjesë që janë të gjalla, të shëndetshme, të afta për dashuri. Dhe sa më shumë që ato pjesë rriten, aq më pak fuqi ka kompleksi ndaj tyre. Dhe ndonjëherë, diçka magjike ndodh, diçka e re fillon të shfaqet. Ndonjëherë një gjë e papritur nga thellësitë e pavetdijes vjen një energji që nuk ishte aty më parë. Ndoshta shfaqet si një marrëdhënie e re që nuk i ngjan asgjëje që ke patur më parë. Ndoshta shfaqet si një humor i ri, një aftësi për të qeshur me kompleksin, për ta parë atë si një absurd, për t'ia hequr fuqinë nëpërmjet talljes. Dhe në atë të qeshur, kompleksi e humb një pjesë të fuqisë së vet. Ndoshta shfaqet si një thirrje, diçka në trup, instinktet e tua të kërkojnë që ti të bësh. Një grua, për shembull, punoi me një terapeut duke analizuar animusin e saj, transferencat, komplekset, derisa një ditë kuptoi, unë dua të jem nën. Kjo është ajo që më mungon, kjo është ajo që më duhet. Dhe kur ajo shkoi dhe e bëri, kur e jetoi atë përvojë, u bë nën me kushtet e saj, kompleksi filloi të shkrihej, jo sepse e analizoi, por sepse e jetoi. Pra ja ku je. Kompleksi mamas negative është një nga plagët më të thella që mund të kesh, sepse ndodhi kaq herët, sepse ishte një gjë që formoi mënyrën se si ti lidhesh me botën, por nuk është fati yt. Mund ta ndryshosh, jo shpejt, jo lehtë, por mundesh, përmes ndjenjave që i lejon të vinë, përmes marrëdhënieve shëruese, përmes prekjes atyre vendeve trupore ku mbahet dëmtimi, përmes kohës, shumë kohë, dhe ndonjëherë përmes diçkaje magjike që shfaqet dhe të tërheq, të merr përpara. Dhe me kalimin e viteve ti rritesh më i madh se plaga. Kompleksi nuk zhduket, por ti bëhesh kaq i madh sa që nuk të kontrollon më. Dhe ky është shërimi.